Mirëmëngjes. Dje isha i ftuar nga departamenti i pronës në Partinë Demokratike si folës në takimin e tyre mbi programin qeverisës të Partisë Demokratike, kur ajo të vinë pushtet pas pak muajsh, për të folur për pronën. Edhe sigurisht unë isha interesuar, ose profesioni im më kërkon të flisja për marrëdhënien midis pronës dhe zhvillimit. Fola atje dhe në mbrëmje kur u ktheva në shtëpi, Google-ova të gjeja video nga takimi dhe posaçërisht të fjalës time për të parë si një kurioz që jam çfarë ishte në përgjithësi fjala ime. Megjithëse unë e dija, por doja ta shikoja siç e shikon çdo njeri tjetër, jo nga brenda, nga jashtë. Kontrollova, Google-ova, për nuk gjeta asgjë. Nuk e gjeta fjalën time, do filloj të kontrolloj edhe tani, ndoshta dikush nga televizionet e ka hedhur në YouTube. Mi po e dini çfarë gjeta? Gjeta disa pamje të vjetra të vitit 1991, për zgjedhjet e vitit 1991, fillimi i vitit 1991, zgjedhjet në se ju kujtohet ishin në 31 mars. Dhe gjeta video që televizioni shqiptar i asaj kohe kishte për prezantimin e programit qeverisës të Partisë Demokratike në atë kohë. Pra televizioni shqiptar në një kohë kur presidenti ishte akoma zoti Ramiz Aliaj, pra kasta e vjetër ishte shumë e fuqishme në pushtet dhe kontrollonte totalisht, jo ato ditë, po për 46 që kur u krijua, jo për 46 vjet se televizioni u krijua më vonë, po gjatë gjithë periudhës e kontrollonte në mënyrë totale, ishte arma e saj më e fortë sa i përket propagandës. Të mosgjatën çdo shqiptari, kjo që thashun deri tani duhet t'i bëj shumë përshtypje. Çfarë ndodhi? Si ka mundësi që në 1991, në atë kontekst që unë po zgjatem ta përsëris, Partia Demokratike bën dalje televizive, pra vijnë televizionet dhe e marrin, ai vetmi televizion shtetëror, i vetmi, nuk ishte tjetër, ndërsa në vitin 2025, kur ekzistojnë me 10 televizione, dy nga të cilat kombëtare përveç private, përveç se televizionit kombëtar dhe ky televizioni kombëtar publik me një 10 stacione, nuk del dot. Nuk u dalin dot pamjet, populli shqiptar, e thënë nga një qasje tjetër, nuk arrin dot të njihet me programin e partisë opozitare, e cila 99% do vinë në pushtet vetëm pas pak muajsh. Është mund duket e tmerrshme. Megjithatë, unë nuk do flas për këtë, do flisja ose doja të ndaja me ju disa nga çështjet që unë trajtova atje në takim. Dhe jo vetëm unë. Në takim nga folës të tjerë, por jo vetëm nga ata, edhe unë kam folur më përpara në median e shkruar, kam shkruar ose në median vizive kam folur, mbi një dështim total të shoqërisë shqiptare për të zgjidhur në mënyrë të drejtë dhe të moralshme çështjen e pronës, pra kalimin e pronës nga një pronë totalisht shtetërore, siç ishte në 90-ën e më përpara, në një pronë përgjithsisht ose në mënyrë dominuese private në dyja dimensionet. Edhe përsa i përket asaj prone e cila u grabit nga shteti, u shpronsua nga shteti në vitet e komunizmit, pra kishte pronar të mëparshëm, pronë e cila duhej ndarë pronarit legjitim, pronarit të mëparshëm, por edhe përsa i përket pronës së krijuar nga shoqëria në vitet e socializmit. Edhe ajo duhej ndarë në mënyrë proporcionale, sigurisht, dhe kontributorëve që e kishin krijuar këtë pronë. Ne kemi dështuar totalisht dhe aty u tha, ishte e qartë, në fakt kemi 33 vjet që e themi që është një dështim i madh në këtë arsye, në këtë drejtim. Ajo që do shtova unë në atë takim, ishte që ne nuk kemi dështuar vetëm në, si thua, ndarjen e pronës. Në kalimin e pronës nga një pronë shtetërore në një pronë private. Çka është thelbi i sistemit të ri që ne kemi zgjedhur në vitin 90. Por ne kemi dështuar shumë fort edhe në sigurimin, shoqëria shqiptare ka dështuar shumë fort, qeverisjet shqiptare kanë dështuar shumë fort edhe në ndërtimin e një sistemi i cili
si thuash, është i drejtë dhe krijon barazi për shtetasit në gëzimin e fruteve të pronës vet, e cila është gjithashtu një e drejtë kushtetuese. Është thelbësore që ti të jesh i barabartë me të tjerët në gëzimin e pronës tënde, në, si thuash, shijimin e fruteve të vlerës së shtuar të pronës tënde në proceset zhvilluese dhe në proceset përdoruese, në përdorimin e pronës tënde, por edhe në zhvillimin e pronës tënde, se prona ka dhe dimensione saj dinamike. Po pse kemi dështuar kaq me turp edhe në barazinë e shtetasve, barazinë kushtetuese shtetësve, për ta shijuar pronën e tyre, frutët e punës dhe të pronës së tyre, ne kemi dështuar për shkak të mënyrës se si kemi lejuar zhvillimin urban, territorial, në përgjithësi të pronës në vendin tonë. Kemi dështuar me turp, sepse mënyra ishte pa planifikuar, ishte e parcelizuar, ishte preferenciale me gjitha, dhe kjo mënyrë ka çuar në këtë dështim. Kjo mënyrë e të zhvilluarit ka çuar në këtë dështim. Dhe ka një pafundësi mënyra se si unë mund ta shpjegoj këtë. Bile çdo leje ndërtimi e dhënë në këto 30, sidomos në 25 vitet e fundit në Tiranë dhe 12 vjet e fundit në gjithë Shqipërinë, por edhe në gjërë se ka që, nuk është se po e lokalizoj vetëm te zoti Rama, me qenë se zoti Rama ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranë në 25 vitet e fundit, ose të paktën që për 25 vitesh, dhe kryeministri i Shqipërisë. Jo, edhe më gjërë se ka, mirë po pse shkoj atje, sepse ai është shembulli, ai është thelbi. Ajo që doja të ndaja me ju, është ndava me ata dje, po ndaj me ju sot, ishte një kujtimi im nga zgjedhjet e vitit 2011, zgjedhjet lokale të vitit 2011. Qytetarët e Tiranës ishin pjekur intelektualisht, ose e njihnin ose e pranonin, e kishin të thellë perceptimin publik që Tirana ishte betonizuar dhe kjo kishte ardhur për shkak të lejeve ndërtimit që kishte dhënë zoti Rama në ato 11 vitet e tij si kryebashkiak i Tiranës. Propaganda e cila donte ta shpëtonte patjetër, propaganda këtë punë ka bërë gjithmonë, erdhi me argumentin ose me arsyetimin se Tirana nuk mund të jetë betonizuar sepse administrata e zotit Rama kishte dhënë leje zhvillimi ose leje ndërtimi vetëm për 1.2% të pronës në Tiranë. Dhe e thënë kështu siç e thash unë ose siç e thanë ata atëherë, bënte një kuptim në pamje të parë. Në pamje të parë, patjetër, nëse prona që është zhvilluar është vetëm 1.2% e të gjithës, e 100%-shit, atëherë ç'kuptim si ka mundësi që të jetë shkatruar gjithë Tirana urbane? Është shumë pak për të shkatruar Tiranën urbane. Mirë, po e parë nga qasja e një urbanisti është totalisht e kundërta. Propaganda jo vetëm që nuk e liroi zotin Rama nga kjo akuzë popullore, akuzë e cila siç kurse e dimë bëri që të tunte zgjedhjet në atë vit, 2011, zgjedhjet e për Bashkinë Tiranë, dhe nuk i dhanë një mandat të katërt, njësoj sikur se nuk do t'i japin tani një mandat të katërt. Por si të thuash, i solli një akuzë të re, ata praktikisht në sytë e urbanistëve, ata që marrin vesh nga zhvillimi i qyteteve, i thanë që jo vetëm ke shkatruar territorin e urban të Bashkisë Tiranë, sepse kjo ishte perceptim publik dhe do të thotë që njerëzit jetonin ashtu, s'ka nevojë për matje kjo. Kjo është matje empirike, s'ka nevojë për matje shkencore ose analiza të thelluar. Populli jetonte keq në Tiranë dhe populli thoshte këtë, është një situatë e mbyllur për shoqëri normale. Ti kthehemi çështjes. Pra, jo vetëm kishte shkatruar territorin, kishte betonizuar Tiranën, por këtë e kishte bërë edhe duke përjashtuar nga potencialet e zhvillimit 98.8% të titujve të pronësisë. Pse? Sepse ne në urbanistik kemi shumë instrumenta, por një nga më kryesoret, shumë mjete, është kapaciteti maksimal mbajtës, që do të thotë që në një zonë caktuar jeton një popullsi e caktuar, një numër i caktuar popullsisë. Nëse ti e kalon këtë numër, atëherë jetesa në atë njësi bëhet e pajetueshme derisa fillon dhe qytetarët fillojnë e largohen nga njësi, blejnë shtëpi në vende të tjera dhe ajo kthehet në një zonë të braktisur. Megjithëse pronat janë aty, ajo kthehet
në zonë të pabraktisur sepse nuk jetohet. Dhe ky është padrejtësia më e madhe që mund t'i bëjë një shoqërie, një kryebashkiak dhe kryeministër nëpërmjet instrumentit të lejedhënies ndërtimore, sepse faktikisht nëse kapacitet maksimale mbajtëse edhe për te ishin arritur vetëm duke zhvilluar 1.2% të pronave, 98.8% të pronave nuk do zhvilloheshin më, ishin përjashtuar nga zhvillimi. A ka padrejtësi më të madhe në shumë? Dhe këtu nuk jemi vetëm të lejes dhe zhvillimit. Të njëjtën gjë mund të themi për shpronësimet publike, që s'kan lidhje fare me realisht me thelbin e shpronësimeve publike. Kemi njerëz të cilët papritur, papakajtuar me vendim qeverie duhet dalin nga prona e tyre me 5 lekë në xhep, pra me dëm shpërbime minimale që nuk arrin dot të blejnë në shtëpi tjetër në 3 me ato lekë, të cilët nuk ekzojnë dot pronën e tyre, frutët e punës tyre, frutët e pronës tyre. Kemi gjithashtu legalizimet, kanë 20 vjet, 20 vjet. Dhe po shkojmë te ligji i parë 1998-s, po vemi 30 vjet, të cilët e tërheqin zvarr. Mirë po ç'a ndodh? Jo vetëm që tërheqin zvarr, por nëse ti shkon në një zonë caktuar, gjen 2 veta, 2 fqim të cilët e kanë legalizuar banezën, gjen edhe 5 të tjerë që s'e kanë bërë, në të njëjtën parcelë, në të njëjtën zonë, çka tregon për një vendimarrje qartësisht preferenciale. Çfarë kanë këta nga këta? Çfarë ndryshimi ka? Asnjë ndryshim. Zona është e njëjtë, ndërkohë, pra dëmi është i njëjtë, por edhe ligjërisht ata kanë shkelur ligjin njësoj. Për ta do edhe në çdo aspekt, veni tek ai që bleu shtëpi sot në mëngjes. Një individ që ka ardhur nga qytet tjetër ose edhe banori i Tiranës, po ka blerë një shtëpi të re. Ai do vej do shikoj nga balkoni i shtëpisë së re që ka le të themi një shesh të vogël përpara, që le të themi ka një vlerë, ja shton vlerën ose ka një vlerë prona për shkak të atij. Ç'a ndodh që pas 2-3 muajsh atje tek ai sheshi do ngulet një pallat i ri, i cili do t'ia rrëzojë dhe ja shkatrojë mundësinë e shfrytëzimit dhe përdorimit të pronës. Minimalisht do t'i uli vlerën e pronës në mënyrë drastike. A ka më dëm të madh? Se atje u fol shumë për titujt e pronësisë. Dhe titujt e pronësisë pashmangshmërisht janë të rëndësishme. Po a mund të ketë dëm të madh shoqëror se sa kjo? Se sa ti pengosh të tjerëve ose tu azvoglosh të tjerëve mundësinë e gëzimit të pronës, të frutave të pronës, shijimit të qoftë të apartamentit, ta shijoj apartamentin normalisht, ashtu siç e ka blerë. Keq, por ashtu siç e ka blerë. Jo me pabesi që pas sa javësh ti aty të ndërtohet një objekt i ri, është shkrim shumë i madh, e të tjera në cilat nuk u zgjatën. Unë patjetër dash mënyrën se si ne do dalim nga kjo qasje, por në këtë bisedë e sotme ne nuk kemi shumë kohë për ta trajtuar. Ajo është një temë e gjatë, për më tepër ne do ta trajtojmë herë tjetër. Faleminderit. Shihemi me kismet nesër, thot populli, me kismet nesër.